Përshëndetje gjithëve. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër janë kalibruar 22 mjete shpejtësi mas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatuara t'i kalojnë policisë rrugore për të plotësuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalimit gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimit celularit dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngres për parkimet në korsi të dedikuara, kur bllokojnë lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 mujorin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljet agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasojë humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Nga analiza e bërë, rezulton se dinamika dhe shkaqjet e aksidenteve pothuajse janë të njëjta me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për gjatë 4 muajit të këtij viti, si rezultati i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjeteve, për drejtim mjete në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 fish të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do të nënshtrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalime të gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa rrip sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kaskë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkime të gabuara dhe 85.000 për shkelje të ndryshme. Sipas statistika, dallohet qartë se numri më i lartë i aksidenteve për pasojë ka si shkak shpejtësinë dhe më pas vjen sjellja e këmbësorëve. 33% janë këmbësorë, motorciklistë dhe biciklistë. Të gjithë treguesit e 4 muajit të këtij viti tregojnë se ka rritje të evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Njëkohësisht, janë evidentuar drejtues të automjeteve me shkelje të përsëritura dhe u është kërkuar strukturave të policisë rrugore të marrin masa të menjëhershme për monitorim dhe mbajtjen kontroll të vazhdueshëm të këtyre drejtuesve që janë shkelës përsëritje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Nisur nga perceptimi i gabuar në publik se drejtuesit e mjeteve nuk do të ndalohen nga patrullat e policisë, sqarojmë opinionin publik dhe përdoruesit e rrugës se detyrat e vendosura në telegramin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit 3707 datë 10/4/2026 mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të
të pandërprerë të mjeteve kanë të bëjnë me mos ndalimin e ato mjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik. Në akset rrugore nacionale, shërbimet e policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe e dokumentojnë me mjete logjistike sjelljet agresive të drejtuesve ato mjete, do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Do të organizohen të gjithë në vazhdimsi, pika kontrolli të qëndrueshme sipas kushteve të sigurisë në drejtimin e shefave të seksioneve dhe shefave të sektore, sipas planeve të dedikuara me objekt, kontroll për pije alkoolike, përdorim celulari, kasave mbrojtëse, për drejtues motormjeteve, mjetet dedikuara dhe alert. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit rrugor të zbatojnë me rigorizitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punonjësve të policisë do të nënshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë jetën e qytetarëve. Faleminderit. Për heqjen e fatullave dhe mos ndalimin pa një shkak të drejtuesve të automjeteve. Ka patur rezultate si është numri i gjokave në krahasim me periudhën e parë të shkëlqyer, ka një tendencë të rritje të drejtuesve të automjeteve të cilët shkëlqejnë shkelje dhe këto që janë konstatuar përmes mjeteve inteligjente. Faleminderit. Ju bëjmë dijes nga një analizë të situatës, nga dalja e telegramit drejtori i përgjithshëm, ka një rritje të dukshme të ndëshkimit masave administrative për shkelësat e rregullt qarkullimit rrugor, kemi rritur cilësinë e shërbimit, kemi transparencën dhe qytetarët janë të ndërgjegjësuar sepse kemi telefonata të plota që jam të shkoj në filan kilometër, nuk kam djemi, nuk kam bërë shkelje tjera, duke i dokumentuar këto prova nëpërmjet sistemeve të inteligjencës, ne jemi përballë shkelës të kodit rrugor. Faleminderit, ju bëjmë dije se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit nëpërmjet strukturës së departamentit, po dhe Drejtorisë Standarde Profesionale, ka filluar një hetim të gjerë lidhe me shkaqet, me normat, me rregullat dhe me veprimet e policisë në lidhje me këtë situatë. Dhe së shpejti ju do të merrni një përgjigje korrekte. Faleminderit.